Kodrat e liçenit në Tiranë, ose siç njihet ndryshe mushkëria e kryeqytetit, mbetet vendi i preferuar i qytetarëve për të kaluar një ditë pushimi dhe gjatësinë së dimrit. Temperaturat e favorshme gjatë së mërkurës e kanë shndërruar parkun e madh të liçenit artificial në një vend plotje dhe argëtim. Ndonse jo shumë të kënaqur nga kushtet që ofron kjo zonë, qytetarët pohojnë për kanalin 7 se liçeni i Tiranës mbetet e vetmi alternativë për të kaluar një paradite apo një pasdite. Kjo është një mrekulli këtu. Inshallah nuk e prishin, siç kanë prish vendet e tjera të bukura. Kjo është një mrekulli me vërtet. Këtu të mbushen mushkërit me ajër të pastër. Është një zonë që do të është më e bukur e Tiranës. Me rast të pushimesh në ditë e festësh si dita e sotme. Qoftu se vëmendja i kushtohet mjedisit, jeti i pastër dhe të jeti rrethuar vetëm me njerëz që i pëlqejnë festat, pse mos të vish? Është shqetësi. Pëlqen ajri i pastër, gjelbërim. Rregullo liçeni, inshallah, dhe bëhet akoma më bukur. Po e frekuentoj. Qetësia, ajri i pastër. Është e përshtatshme, po duhet ishte vendor këtu s'është vendor, kështu që s'ka tjetër. Kjo është mundësia më e mirë dhe më e afërt. Në të njëjtin mendime të rriturit shkojnë dhe vogëlushët, të cilët shprehen shumë të kënaqur teksa shëtisin dhe luajnë në kodrat e liçenit. Ajër të pastër. Po lodat, liçeni, e lodat më pëlqejnë mua. Ka liçene, apartamente, gjëra të ndryshme, të kënaq. Ja, ka gjëra shumë të bukura. Po vi me bë biçiklet, më xhiro me biçiklet. Sa ne nga ku kam shtëpinë nuk kalojnë shumë makina, ajër i pastër, freskët, ka gjelbërim. Ndërkohë edhe të moshuarit e shfrytëzojnë liçenin si të vetmin opsion, ku mund të kalojnë kohën e tyre duke u argëtuar pa shpenzuar para. Në tërësi, parku i liçenit artificial të Tiranës të ofron një pamje ofertë të denjë, e megjithatë mbetet opsioni më i mirë për qytetarët, të cilët duan të kalojnë një ditë pushimi në natyrë.